Të dashur qytetar, që keni guximin të jeni sot këtu, të dashura nëna, motra, prindër, të rinj të këtij vendi, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Ky nuk është një fjalim, është një thirrje për çdo shqiptar. Një thirrje për ty që je lodhur nga mashtrimi dhe propaganda, për ty që ke heshtur shumë gjatë, por sot po paguan heshtjen, për ty që ndjen çdo ditë padrejti në kurriz, por sërish gjen forcë të ngrihesh çdo mëngjes. Ju drejtoj me respekt dhe me përgjegjësi të plot juve që jeni sot këtu, sepse të dalësh në protestë sot kërkon guxim, kërkon zemër, kërkon vendim për të mos heshtur më. Ju që jeni sot këtu, jeni zëri atyre që nuk flasin dot, jeni forca atyre që janë të lodhur, por nuk dorëzohen, jeni jehona e një populli të vjedhur dhe të tallur. Shikoni rreth e rrotull, ky shesh nuk është turm, kjo është ndërgjegje. Jemi njerëz të lirë, jemi njerëz që nuk përkulen, që nuk ushiten, që nuk tremben. Sepse liria nuk negociohet, dinjiteti nuk blihet dhe frika mbaron sot. Unë sot nuk jam këtu si politikane, atë e bën doktor Berisha. Unë sot jam këtu si nën që nuk pranon të rrisë fëmijët në një vend ku largimi shihet si mundësi. Prandaj, nga ky shesh, së pari ju drejtojmë pikërisht nënave, atyre që çdo ditë përcjellin fëmijët me lot në sy në aeroport, atyre që jetojnë me smallit dhe frikës për të ardhmen e tyre. Qohuni për fëmijët tuaj, mos lejoni t'u largojnë. Jam këtu si bie